Të nderuar shikues sa dy CNN, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Rreth e Qark. Si çdo mbrëmje do të trajtojmë çështjet më të nxehta globale dhe rajonale. Unë jam Xhevair Qerdaku. Serbia nuk fshihet më. Ditët e fundit ka kërcënuar me luftë në Kosovë, madje ka qenë vetë presidenti Aleksandar Vučić që bëri xhirën e botës me atë deklaratë që shokoi zyrat kryesore të qeverisjes globale. Në kundërpërgjigje, Kosova ka bërë një hap të madh në fuqizimin e mbrojtjes së saj, duke pranuar mira dron kamikaz Skydagger nga Turqia, një armatim modern që e vendos forcën e sigurisë së Kosovës në një nivel të ri teknologjik. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e cilësoi këtë një dëshmi të qartë se Kosova po ndërton një forcë të aftë dhe koherente me taktikat e luftës bashkëkohore. Pajisjet kanë bërritur më herët se afati dhe 10 pjesëtar të FSK-s janë tashmë të trajnuar për përdorimin e tyre, por ky zhvillim ka ndezur alarmin në Beograd. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka akuzuar Turqinë për shkelje të rezolutave ndërkombëtare dhe për destabilizim të rajonit, duke lidhur veprimin me ëndrrën e ringjalljes osmane. Por më pas ai u zbut kundrejt liderit Recep Tayyip Erdogan, pavarësisht se vazhdoi kërcënimet me luftë në kurrizë të Kosovës. Në Prishtinë reagimet janë të shumta. Presidenti Vjosa Osmani e ka cilësuar sulmin verbal të Vučićit si shenjë frike, duke theksuar se bashkëpunimi me Turqinë, një anëtare e NATO-s, forcon paqen dhe sigurinë rajonale. Kosova po investon më shumë se kurrë në armatim, duke zgjeruar bashkëpunimin me SBA, Turqinë dhe vende të tjera perëndimore në një përpjekje për të ndërtuar një ushtri moderne që ndjek standardet e NATO-s. Megjithatë, mes dronëve të rinj dhe deklaratave të ashpra, tensionet politike dhe ushtarake në rajon po hynë në një fazë të re ku çdo fluturim mbi qiellin e Kosovës mund të lexohet si mesazh force apo si provë brisht e paqes që ende kërkon ekuilibrin e saj. Ndjekim materialin dhe kthehemi sërish në studio. Pas shtypjes brutale të protestave në gjithë Serbinë muajin e kaluar nga policia serbe, regjimi në pushtet në Beograd jo vetëm që ka nisur një ofensivë në mediat të huaja për të përmirësuar reputacionin e tij të njollosur, por gjithashtu ka dërguar një së letrash në institucionet evropiane dhe ambasadat të huaja në Serbi me të njëjtin objektiv. Siç mësojnë mediat evropiane, nga burimet diplomatike, në javët e fundit, letra nga autoritetet serbe kanë bërritur rregullisht në adresa të ndryshme në vende dhe institucione evropiane, duke synuar të diskreditojnë studentët dhe qytetarët që marrin pjesë në protesta. Këto letra justifikojnë veprimet e policisë si një përgjigje ndaj dhunës që dyshohet se është ushtruar nga protestuesit. Një letër e tillë, e cila u publikua të mërkurën, ju dërgua nga presidenti serb Aleksandar Vučić, presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen me 21 gusht. Përveç diskreditimit të studentëve dhe qytetarëve, Vučić pretendon në letër se protestat qytetare paraqesin rrezik jo vetëm për Serbinë, por edhe për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor në tërësi. Shumë ekspertë në Serbi e interpretuan këtë mesazh të Vučić si një kërcënim për BE-n, duke sugjeruar se ai është gati të provokojë destabilizim në rajon, nëse administrata evropiane u ofron mbështetje më të hapur qytetarëve në rrugë. Për të mbështetur pretendimin e tij se protestuesit ishin ata që të sillnin dhunë, Vučić përfshiu në fund të letrës një link për një kanal në YouTube, i cili është krijuar vetëm një ditë para se ai të dërgonte letrën. Ajo përmbante pamje video, të cilat qarkulluan dhe në mediat pro-qeveritare, të cilat tregojnë për plasje midis qytetarëve dhe policisë. Fjalin, në të cilën Vučić paralajmëron se paqëndrueshmëria mund të prapet në rajon, analistët serb e interpretojnë si një kërcënim të tërpërdrejtë të hapur. Alo, dobro je, jebote, dosta! Ky është një kërcënim. Deri më tani qeveria e tij ka qenë e përfshirë në paqëndrueshmërinë në Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Ky është bilanci i tij i suksesit. Të gjithë në BE janë të vetëdijshëm se ai është i aftë të shkaktojë paqëndrueshmëri. Me këtë dënim, ai po kërcënon drejtpërdrejtë dhe hapur stabilitetin rajonal, tha Medak. Tërbimi i Vučić u shfaq edhe kundër Turqisë. Zyrtarët serbë reaguan me dënim të fortë ndaj dorëzimit të fundit të dronëve luftarak Skydagger të prodhuar në Turqi për Prishtinën, blerje e cila do të forcojë ndjeshëm aftësinë e fortë të sigurisë Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić përstriti ndjenjat e Gjuriqit. Më 8 tetor ai akuzoi Turqinë për shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe për destabilizim aktiv të Ballkanit Perëndimor. Vučić madje sugjeroi që Turqia po ndron përsëri të vendosë perëndorinë osmane, një taktikë retorike që përdoret shpesh në Ballkan. Ai gjithashtu theksoi atë që perceptoi si një standard të dyfisht, duke pasur parasysh përpjekjet e vetë Serbisë për të modernizuar ushtrinë e saj përmes bashkëpunimit me vende si Rusia dhe Kina. Vjosa Osmani quajti deklaratat e Vučić të turpshme dhe hipokrite, duke pasur parasysh lidhjet ushtarake të Serbisë me Rusinë, Kinën dhe Iranin. Megjithatë, në fjalimin për median, më 9 tetor Vučić ndryshoi disi retorikën e tij dhe i quajti presidentin turk një udhëheqës të madh. Për më tepër, presidenti serb njoftoi se do të fliste me homologun e tij turk për dronët që ishin dorëzuar në Prishtinë. Vitin e kaluar ju lutu Erdoganit të ndalonte armatosin e Prishtinës, tha ai. Gjithashtu kërkova amerikanëve të ndalonin se bëri këtë.
përfundoi Vučić. Mbërritja e mira e dronëve turq u konfirmua nga kryeministri i detyrit i Kosovës Albin Kurti më 8 tetor. Ai deklaroi se kjo forcon ndjeshëm aftësitë e mbrojtësit të Kosovës dhe modernizon forcën e saj ushtarake. Dërgimi i dronëve turq në Kosovë ka sjellë edhe reagimin e parë të Aleancës së Atlantikut të Veriut. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thuhet se është thelbësore që çdo aktivitet në hapësirën ajrore të Kosovës të bëhet në bashkërendimin e duhur me misionin paqëruetës të NATO-s në Kosovë KFOR për të parandaluar tensionet dhe për të garantuar siguri, thuhet në deklaratë. Autoritetet kosovare njoftuan më 8 tetor se pranuan mira dron luftarak nga Turqia, duke nxitur reagime të ashpra nga fqinji i saj verior Serbia. Zyrtari i NATO-s e vlerësoi Turqinë si kontribuese të hershme në misionin e udhëhequr nga ajo në Kosovë KFOR dhe në stabilitetin rajonal. KFOR-i mbikëqyr rregullisht hapësirën ajrore të Kosovës duke përdorur të gjitha mjetet dhe burimet që ka në dispozicion në përputhje me autoritetin dhe mandatin e saj ekzistues, sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 99, tha zyrtari i NATO-s. Ai theksoi se KFOR-i mbetet i përfshirë ngushtë në këtë çështje të rëndësishme dhe është në kontakt të ngushtë me organizatat e sigurisë në Kosovë dhe me forcat armatosura të Serbisë për këtë qëllim. Gjykata themelore në Prishtinë ka dhënë masën e paraburgimit me 30 ditë për Fatmir Shehollin, që akuzohet se ka kryer veprën penale të spionazhit. Pas mbajtjes së seancës dëgjimore, gjykata vlerësoi se caktimi i masës së paraburgimit në këtë çështje penale është masë adekuate, sepse nëse i penduari i pandehuri lihet në liri, ekziston rreziku i arratisjes theksohet në vendim, ndërsa gjykata shton se vepra penale e cila ngarkohet të pandehurit FSH bën pjesë në kuadër të kapitullit të veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, e cila veçanërisht rrezikon institucionet dhe funksionimin e rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Prokuroria Speciale e Kosovës njofton se Sheholli i kishte thënë shërbimit të inteligjencës serbe BIA informacione për gjendjen dhe funksionimin e institucioneve të Kosovës. Presidenti Amerikan Donald Trump konfirmoi në shumë raste se ndaloi Serbinë të nisë një luftë kundër Kosovës, pavarësisht dorës së hekur të tij. Ambicia e presidentit Vučić për të kopjuar baballarët e tij politik dhe ideologjik, në fillim Miloševići dhe tani Vladimir Putin, është ende aty prezente dhe dërgon sinjale shqetësuese. Bashkimi Evropian ende hesht dhe pohon vetëm kursin e mirë të Beogradit për antarësim, pavarësisht deklaratës që shokoi mbar botën, kur Vučić konfirmoi para të gjithëve se vendi i tij po përgatitet për luftë. Kosova duket se ka kuptuar me kokë të kërcënim dhe bashkë me aleatët po përgatitet për vetë mbrojtje, asnjëherë për të sulmuar. Por kjo periudhë e trazuar e gjen mes një krize politike dhe një procesi zgjedhor në të cilin sërish Vučić po kërkon të ndërhyjë. Për të kuptuar edhe më mirë situatën dhe ku po shkon rajoni, do të zhvillojmë një bisedë me ekspertin e sigurisë dhe njohësin e mirë të zhvillimeve të fundit, zoti Nurettin Ibishi. Zoti Ibishi, kënaqësi që jeni me ne për këtë bisedë në këto kohë të trazuara. Përshëndetje, vërtet kohë sfiduese sa i përket aspektit sigurisë, por gjithandej edhe zhvillimeve në rajon, veçanti në përplasjeve të reja në drejtësim, edhe të ndihmës gjithësisht pajisjeve ushtarake që vijnë nga Turqia, që krijon një shqetësim për përçuesin e gjeostrategjik rus për Ballkanin. Megjithatë, do të dëshironim që ta nisnim bisedën tonë pikërisht me deklaratën shokuese të presidentit serb Aleksandar Vučić se po përgatit ushtrinë për luftë. Çfarë duhet kuptojmë ne nga kjo? Po ai ka deklaratë kontroverse nga një herë e din fuqinë e tij, apo një formë disa e ka takatin edhe një herë sulmon ashpër një president një vendi që në aspektin edhe strategjik si partner i Yni, por edhe një pasisht edhe partner i NATO-s, pra gati kryesorin sa i përket fuqisë ushtarake të Turqisë, sulmoi ashpër, por mirë, po ndërkohë i tërhoqi fjalët dhe filloi të vendosën kuptimin e asaj se Turqia është një superfuqi për Ballkanin dhe ka respekt dhe kjo gjë do të i kalohet përkundër deklaratave shumë të ashpra dhe kërcënuese ndaj ndihmës gjithësisht pra pajisje ushtarake me dronët e fundit kamikaz të
pra forcave të armatosura të Kosovës, mund të kërkojë edhe dërgesës më herëve të dronëve Bayraktar. Gjithandej kjo përshon me atë ndihmën e vazhdueshme që në kërcënimet që po bën Serbia me pranie ushtarake në kufi, por së fundit që me dronët që se janë komerciale dhe privat që po fluturojnë mbi territorin apo cenojnë suverenitetin e Kosovës që akoma nuk ka një deklarim të saktë, por realiteti është që ata janë prezent dhe kërcimet për atë që zoti Trump më herët ka parlemuar që është masë saktë që për një mundësi ndërhyrje në Kosovë që do të ishte fatale, jo vetëm për Serbinë, por do të ishte edhe për Ballkanin në përgjithësi, në një situatë që Rusia po tenton të trazoj herë pjesën baltike e herë pjesën e Ballkanit që është shumë e breshtë. Mendoj që çdo balancim i fuqive, gjithsesi mundësive mbrojtëse të shteteve të rajonit, këtë apo marrëveshje që bën më vonë mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, pra trazojnë Vučićin nga se ai po paraqitet si një superior me forcën ushtarake të Ballkanit edhe me mundësi që ta tensionojnë në momentin kur ai është të përgjithshme në konstelacion të ngjarjeve të sigurisë në rajonin e gjerë të Evropës, por edhe në aspektin global. Ndërkohë pas fuqizimit të ushtrisë serbe qëndron Rusia, Irani dhe Kina, por ajo që doli në fakt nga parada ushtarake ishte edhe prezenca disa prej liderëve apo politikanëve të vendeve arabe dhe të lindjes së mesme. Nga ana tjetër, Kosova mbështetet vetëm tek partnerët perëndimor. Në termat e sigurisë, si qëndrojnë palët? Po, mendoj që gjithë kjo që bëri Turqia, jo vetëm për armatosjen gjithsesi dërgimin e pajisjeve të dronëve kamikaz, dhe vendeve tjera fshinje, pra nuk është vetëm Kosova në këtë rast, po tregon një balans të mbizotrimit apo një formë mbizotrimit të Serbisë në rajon, ka se ajo sipas Global Firepower është në krye të listës së Ballkanit Perëndimor, domethënë tani ka kaluar Kroacinë. Mendoj që kjo tregon një adresim saktë të Erdoganit, pra një presidenti që vohesh një shtet që është edhe si fuqi rajonale e NATO-s, por njëkohësisht që dominon në pjesën e Ballkanit nga kërcënimet e mundshme të Serbisë. Mendoj që kjo formë e balancimit të fuqisë dhe dhënies ndihmës ushtarake që për mbrojtje, nga se do të kuptuar edhe në konceptin e strategjisë sigurisë së Kosovës. Kosova ka të drejtë armatose pa përcaktuar kalibrat edhe municionet dhe sistemet e mbrojtjes të pakufizuara, ku nuk jo dhe për armë, vetëm për armë defanzive, jo dhe për armë ofanzive, që vjen ndesh me atë që ka Vučići përmend se kinse po thejet rezoluta 1244. Ai po harron se Kosova ka forcë të armatosur FSK-n që se ka ndryshuar emrin, por nga viti 2018 vjetori kur vendi i Kosovës ka miratuar pra ligjet, pakun e ligjeve për transformim të forcës sigurisë së Kosovës, dhe kjo bën një ignorancë që Vučići po paraqet ndaj forcës sigurisë së Kosovës, e cila po tregon kapacitete e performancën që po bëhet shtet ta mbrojë vetveten normal çdo herë në bashkëpunim me prezencën ndërkombëtare të sigurisë KFOR-in, por edhe këto marrëveshje gjithsesi në memorandumet e reja që ka të bëjnë me vende fshinje sikur që është Shqipëria, Kroacia, por edhe tendencë që edhe vende tjera të bashkangjitë kësaj të memorandumi. Shqetësuese ishte gjithashtu deklarata ofenduese e presidentit serb në drejtim të liderit të Turqisë. Vučići tha se ishte i tmerruar nga armët turke të dorëzuara në duart e FSK-s, ndërsa akuzoi Ankaran se po përpiqet të rikthejë perandorinë osmane. Megjithatë, Vučići i tërhoqi pas ato deklarata një ditë më vonë. Çfarë ndodhi realisht dhe pse ishte kjo tërheqje e Vučićit, apo mos ka pasur ndoshta komunikim apo tërheqje veshi nga ana e presidentit turk apo ndonjë funksionari të lartë të Turqisë? Jo, vetë Vučići është një tip kontrovers, dhe i ndron fjalët ato gabimet i përmirëson për momentin, atëherë kur e sheh rrezikun për eventualisht masa që mund t'i ndërmerr pra këtë rast Erdogani,
ai e konsideron prap pra i kthehet i han fjalët e tij apo duke ignoru apo duke ndryshuar deklarimin e tij, po thotë se Turqia është një vend mik i Serbisë, është superfuqi në Ballkan, edhe mendoj që do të ndaloj këto mundësi të armatosjes Kosovës e vendeve fshinje që rrezikojnë sigurinë e Serbisë. Mirë po e harron edhe këtë se asnjë nga shtetet pra fshinje e Serbisë nuk kanë pretendime territoriale. Pra pretendime territoriale ka vetëm Serbia në këtë rast, pra edhe me kushtetutën Kosovës dhe pretendime ndaj Republikës Srpskës si etnitet për shkputje nga pra Federata Bosnjë e Hercegovinës, ka ndaj të pjesës teritorit Kosovës, por edhe ndaj vendeve fshinje sikur që është Mali, Zi edhe Maqedonia. Pra është një tip gjithandej kontrovers i cili nuk ka një konsistencë në deklaratën e tij, edhe me njëherë i tërheq fjalët dhe kërkon falje brenda shasit me qëllim që të rikuperon atë gabimin e tij, se më ashtu. Megjithatë, për t'ju kthyer edhe një herë kërcënimit për luftë, a mos ndoshta Vučići po përgatitet për skenarin e mundshëm të paralajmëruar nga spionazhi rus, se në fillim të nëntorit do të rrëzohet nga protestuesit dhe po kërkon që ta shmang këtë përmes ndonjë aventure të rrezikshme ndaj Kosovës? Po, unë mendoj që ai ka presionet e brendshme të protestave gjithë qytetare në Serbi, e cilat akoma do të vazhdojnë, edhe Kosova shërben çdo herë si mbështetje edhe apo një mundësi për të përfaqë forcën. Unë mendoj prap ai nuk do të ketë një guzim të tillë ta bëjë ndërhyrje, po sido që të jetë ai po bën veprime hibride ndaj Kosovës, përveç prezencës në kufi, dërgimit të dronëve komerciale apo jo oficial pra nga sektori i sigurisë, bën kërcimin, friksimin e qytetarëve, sidomos komuniteti serb për të votuar listën serbske ata kur zgjedhjet lokale në 4 komunat veri po 6 të tjera në brendin e Kosovës po bën, dhe mandej përçarjen institucionale, mandej edhe provokimin e krizave që mund të sjellin në destabilitet këtu, dhe një sër masave tjera të kërcimeve që mund të kenë edhe pasojat mundshme edhe të sigurisht e grupa e Radojčićit, eventualisht me sisteme diversioneve, apo edhe me sistem të veprimit dronëve, këta kom cekë edhe më herët, pra si një kërcim serioz, duke heq fajsin, duke atribue ndonjë grupi terrorist në brenda Serbisë, sigurisht e Radojčićit e tjera, pra do të jem shumë të kujdesshëm, mirë po shqetësimi i tij vjen në momentin kritik kur ai ka menduar se ai mbizotron sa përket aspektit të hapësirës ajrore, por edhe përgjithsisht rajoni si një fuqi rajonale, dhe ky shqetësim nuk është i rastit. Pra, mendoj që Vučići po hyn në fazë të re të frikës personale, se përveç tensionet brendshme, edhe fuqizimi i brendeve fshinje sikur që është Kosova, e bini situatë mund të brisht kuptimin e mos mbështetje gjithësisht nga opinioni ekstrem serb sa i përket Kosovës, veçanti asaj çfarë po bërë në kohën e fundit në Kosovë, në pjesën veriore, kur është kthyer suvereniteti i plot në aspektin e sigurisë. Ndoshta jo gjitha fushat, por në aspektin e sigurisë kemi kontrollin e plot, por pritet akoma me ardhjen e listës serbska që po bëhet presion, sidomos ai parlamenti i tij se do të punësoj 400 qytetarë në 2 fusha që akoma nuk janë paralele apo ilegale në Kosovë, fusha e arsimit edhe shëndetësisë, që një formë të mbajë ekstremistë në sistem, edhe në momentin kur pozicionohen kryetarët e komuna e mendon që ta rikthej forcën edhe të kthej ekstremistë në veri me qëllim që ta destabilizojë Kosovën nga brenda, edhe me sistemin e luftës hibride të krijojë tensione të reja.
Lajmi i mirë është që presidenti amerikan është konfirmuar tashmë një mik i shqiptarëve, edhe nga biseda e raportuar që presidenti Vjosa Osmani ka zhvilluar me të në New York. Administrata e tij vendosi të sankcionojë Beogradin, më konkretisht industrinë e naftës. Është ky tregues që Vučići ka marrë rrugën pa kthim për luftë, pasi Trump ka thënë shprehimisht se ndaloi agresionin përmes presionit ekonomik, dhe a do na mbrojë Amerika në këtë rast? Po, gjithsesi, Amerika është partneri ynë kryesor i strategjik, edhe çështja tjetër nga se ne kemi pas një ngecje në aspektin e asaj aktivitetit diplomatik, edhe kjo ka munguar kohës fundit. Fatkeqësisht Serbia ka qenë një avantazh, ka bërë presion edhe në njohjen e vendeve që ka njohur Kosovën, por edhe në aspektin edhe të tjera të përkrajes Kosovës, sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka pas një presion jashtëzakonisht të dobshëm, ne kemi pas një disavantazh në këtë drejtim, por kohës fundit shifet një përmirësim apo një përkraje e madhe e administratës së Shtetit Bashkuara të Amerikës në krye me zoti Trump, edhe kjo është një shpresë e madhe që tensionet do të jenë më të zvogluara, gjithsesi edhe mundësit që ka përmendur zoti Trump i fillimit një konflikti të ri i pamundur, nga se ata Vučići edhe ekstremistët serb e dinë deri ku është kufiri i kërcënimeve, gjithsesi i mundësive të destabilizimit jo vetëm të Kosovës, por të Ballkanit përgjithësi, nga se kjo është një sistem i një fuqi i barotit, cili po sa nisë atëherë vështirë është i zihet fundi. Për këtë arsye mendoj se nuk është vetëm Kosova një mundësi e destabilizimit, por është Bosna e Hercegovina, për cilën ekstremisti Dodik akoma qëndron një formë, edhe pse i larguar edhe i kërkuar nga gjyqësia e Bosnës së Hercegovinës, akoma është pra një nafërsi me Vučićin, me ekstremistët të tjerë, edhe me politikën ekspansioniste ruse, sidomos në aspektin gjeostrategjik të mundësisë të përhapjes konflikteve në një Ballkan mjaft të brisht. Gjithë situata e rrezikshme vjen në një pikë kur Kosova është e brisht mes një krize të rëndë politike dhe afër zgjedhjeve lokale. Sërish po përpiqet të fusë fundot Serbia, siç përmendet edhe ju, duke trazuar jetën politike, por si e vlerësoni reagimin e Kosovës deri tani për të garantuar zgjedhje të lira? Po, dhe Kosova ka bërë mjaft në kuptimin e asaj që edhe pasi që lista sërbska nuk përçon me zërin të qytetarëve apo interesë komunitetit sërb, ka se lista sërbska është dirigjuar nga Beogradi, përkon me interesat e një vendi fqinje dhe leadershipit të tij pra Serbisë, por mendoj që çështja e programeve, pakove që të ndihme të kategorive sociale, çështjet e parimit punësimit të 400 pra të komunitetit sërb nga qeveria e Beogradit, edhe çështje tjera mund të një formë të jenë nxitse që lista sërbska të dominojë në zgjedhjet lokale me kandidatë të vet. Në këtë drejtim mendoj se do të ketë pasur kujdes, apo do të jetë ndërmarrur një masa paraprake, gjithsesi që një formë të kundërvehet këtij avazi të Serbisë me qëllim që të përfitohet, jo të përfitohet në formë të bindet komuniteti sërb për kujdesin e qeverisë Kosovës, e jo të pritet nga Beogradi me sistemin e kategorisë sociale të pensioneve, por edhe me pakun e re, sikur që vërejmë që thash për 400 vendet të reja të punësimit në sektorin në shëndetësor, mandej në arsim, edhe të tjera në formë që tërheqin edhe interesin edhe vëmendjen, por edhe një formë edhe votën për listën sërbska si grupe, si për kategori ekstreme sërbe, edhe që mund të kthejnë në formë ekstremizmin prapë në veprim pas zgjedhjeve lokale të 12 të këtij mundi. Në fakt ajo që bie në sy në gjithë të valë kërcënimi në disa drejtime që na vjen nga Serbia është heshtja e Bashkimit Evropian. Shohim vetëm lëvdata për Beogradin dhe kritika për Kosovën. Çfarë nuk po sheh apo nuk kupton akoma Brukseli?
Po asnjë s'ka kuptuar Brukselin në mënyrë të drejtë, ka zëra mjaft të mirë pra të vendeve që e njohin, sidomos pra janë parlamentarët gjithësisht pra autoritetet që janë institucionet europiane, edhe në Parlamentin Evropian, pra nga Kroacia, Slovenia, edhe vende tjera, pra më afër, ndërsa shumica e vendeve europiane nuk e kuptojnë realitetin edhe shpesh janë krah me janë nënën e Serbisë, kuptimin e ndërmarrjeve të masave. Kështu që ne edhe mungesën ndoshta edhe e diplomacisë, diplomacia brishte e vendeve europiane, vendeve të Ballkanit, sidomos flas për korpusin shqiptar pra edhe të Shqipërisë, edhe të Kosovës, sepse ne nuk jemi në institucionet europiane, por gjithandej është mundësia e ndikimit që kjo të bëhet në forma tjera nëpërmes partneritetit gjithësisht miqësisë me këto vende dhe kemi mbetur vetëm në përkraje të miqve tonë, sidomos pra po përmendje të vendeve që kanë një formë afërsi apo e njohin Serbinë nga brenda edhe vetë këtë politikën aktuale të Vučićit, pra janë Kroacia në rend të parë edhe Slovenia që një formë mbështesin, ndërsa vende tjera akoma janë bën sikur nuk po ndodha asgjë, ka zëra, për shembull ndaj parlamentarëve gjermanë, ku tani tjetër, mi për janë zëra të rrallë që një formë tregojnë realitetin e ekstremizmit serb edhe para rreziqe kërcënime që vijnë nga një regjim i Vučićit në këtë pjesë të Ballkanit. Nuk mund të mos pyesim edhe për arrestimin e një tjetër shqiptari të Kosovës për spionazh dhe për Serbinë për më tepër, sikur nuk na mjafton vetëm kërcënimi nga serbët. Pse po ndodh ky fenomen, zoti Bishi? Po ne një kohë gjatë se kemi pas konsoliduar azisionin Kosova të inteligjencës, ajo po tregon performancën kohën e fundit, nga se vite më herët, kur kishte një dështip jo shumë të qëndrueshëm, është më shumë me vetë dhe aferat të brendshme, tani ajo po tregon performancën e vetë në kuptimin edhe të bashkëpunimit me institucionet tjera, edhe të policia, edhe të institucionet tjera të sigurisë, por bashkëpunimin ndërkombëtar në këmbimin e informacioneve dhe këto raste të kapja që si arrestimit të agjentëve në Kosovë që po bëjnë kanë bërë dëme konsiderueshme në aspektin e sigurisë nacionale të Kosovës, tregon një ndryshim të çështjes nga asimet të kaluarën, tash pa paragjykue, nga se kjo është në fazën akome preliminare të hetimit edhe do të me prezumimin e papajësisë deri në pra ngritjen e këtij akuzë nga prokuroria, por gjithsesi kemi raste më hershme ku kanë po tregohet se shumë persona janë të lidhur apo kanë qenë të lidhur me agjencionet e inteligjencës Serbisë, sikur që BIA, mandej edhe inteligjenca edhe diplomatike, por edhe ajo ushtarake e Serbisë, por njëkohësisht edhe agjencione të tjera të inteligjencës ruse të tjera. Për këtë arsye mendoj që këto arrestime tregojnë pra një formë gabishmërinë që si është aftësimin, veprimin edhe performancën e institucioneve tona sigurisë reagojnë, edhe njëkohësisht edhe këmbie informacione nga këto kemi rastin edhe pilotit kroat, pra që edhe ai është i arrestuar me gjithë agjentën serbe pra të Mitrovićës Veriut, por edhe të tjerë që kanë vepruar një kohë të vazhdueshme nga më herët, por fatmirësisht është që ata janë kapur edhe në gjetur prova të mjaftueshme për fillimin e procesit që shpresoj shpejt do të prokuria do të me përthëna edhe me nëncimet e nevojshme. Zoti Bishi, ju falenderoj për analizën tuaj dhe është gjithmonë një kënaqësi t'ju dëgjojmë gjithë ekspertizën tuaj lidhur me çështjet e sigurisë. Respekt, me të mira. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish.
Rikthehemi sërish në rreth e qark. Kuvendi i Kosovës është shpallur i konstituar pasi të njëjtën u zgjodh nën kryetari 5 dhe i fundit Nenad Rashić mori 71 votat e vetvendosjes dhe lidhjes demokratike pas seancës. Lista serbe paralajmëroi se mund t'i drejtohet kushtetueses, ndërsa PDK kërkoi zgjedhje të jashtëzakonshme. Zgjodhi deputetin Nenad Rashić Nenad Rashić është zgjedhur nën kryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb me 71 vota pro nga lëvizja vetvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Rashić bëhet nën kryetari i 5 dhe i fundit, duke konstituar kuvendin pas 6 muajsh nga fillimi i seancës. Fillimisht lista serbe, si grupi më i madh parlamentar nga komuniteti serb, propozoi 9 deputetët e saj. Të gjithë ju nënshtruan nga 3 raunde votimi, por asnjë nuk mori më shumë se 9 vota. Në fund, me që lista serbe nuk dëshiroi të propozonte Nenad Rashić si deputeti i vetëm serb që nuk ju nënshtrua votimit, kryeparlamentari Dimal Basha aktivizoi mekanizmin e dytë, që është ai i shortit, por duke qenë vetëm një kandidat, atëherë emri i Rashić u hodh në votim menjëherë. Lista serbe votoi kundër, ndërsa Partia Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës abstenuan. Përfaqësuesit e listës serbe thanë se kuvendi nuk është i konstituar dhe lanë të hapur mundësinë për t'u drejtuar sërish gjykatës kushtetuese. Edhe një herë u dëshmua se drejtësia dhe e drejta nuk ekzistojnë. Sot nuk është përfunduar konstituimi i seancës së kuvendit dhe mos lejoni të gënjejnë. Fituesi i zgjedhjeve nga komuniteti serb duhet të ketë drejtën ekskluzive për të propozuar nën kryetarin e kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës kërkoi zgjedhje të jashtëzakonshme sa më shpejt të jetë e mundur, ndërsa edhe LDK tha se do të votonte për shpërndarjen e kuvendit. Duke e ditë që asnjëra palë nuk e ka shumicën parlamentare, besoj që ajo që është më e rëndësishme në këtë moment është që të gjejmë mekanizmin që na dërgon në zgjedhje të parakohshme sa më parë dhe pa vonesa. Sa do të ketë qeveri, kjo nuk varet prej nesh. E kemi thënë që nga fillimi që varet prej partisë parë, ne nuk i kemi pasur numrat asnjëherë, sikur t'i zhvarë prej neve do kishim qeveri tashmë shumë kohë më parë, dhe në qoftë se nuk do të formohet qeveri, natyrisht që votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës do t'jenë për shpërbërje të kuvendit. Lëvizja vetvendosje pohoi se është e hapur për zgjedhje të reja, por tani do të punojnë për të siguruar votat dhe për të votuar qeverinë e re. Fushata elektorale për zgjedhjet lokale në Kosovë po vjen drejt përmbylljes, ndërsa të dielën qytetarët do të zgjedhin kryetarët e komunave dhe anëtarët e Këshillit Komunal. Do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë në Prishtinë me kolegun Ideal Gola për të mësuar më shumë se ku do të jetë përballja kryesore mes forcave politike dhe për më tepër veriun kush do ta fitojë. Ideal, të përshëndes. Përshëndetje dhe pyetje. Partit duket se mësuan nga zgjedhjet e shkurtit dhe nuk ka qenë një fushatë elektorale me ofendime, kërcënime, por debate konstruktive, apo jo? Pra, si shkoi kjo fushatë dhe çfarë mund të veçojmë? Fushata mund të konsiderohet ndoshta me qetë nëse i referohemi gjuhës, siç e thatë edhe ju, po ndoshta edhe për nga natyra ka bërë, duke qenë se bëhet fjalë për zgjedhje lokale, ka qenë më shumë e orientuar në takimet fizike derë me derë të kandidatëve për kryetar apo të atyre për këshilltar lokal. Është vërtet që nuk ka pasur as shumë gjoba, por as shumë polemika rreth fushatës, ndoshta mund të konsiderohet edhe pak e zbet në kuptimin e premtimeve, me që jemi në një pikë ku premtimet tashmë po përsëriten pasi qytetarët në komunat e Kosovës vijojnë të kërkojnë shërbime bazike siç është uji i pishëm apo rregullimi i sistemit të ujrave të zeza apo mbeturinat. Megjithatë, duke qenë se ka pasur edhe zhvillime të shumta shoqëruar këtu edhe me ngërqje në nivelin qendror, ndoshta fushata dhe zgjedhjet lokale kanë qenë në plan të dytë, por sigurisht kjo vështruar nga Prishtina, pasi në të gjitha komunat kandidatët janë munduar që të shpalosin programet e tyre dhe të votat e nevojshme për të qenë ata të suksesshëm të dielën. Rezultatin nuk e parashikojmë dot me saktësi, por a mund të themi se cilat komuna do të jenë ato më të luftuarat nga partitë politike? Pra, ku është gara më e fortë?
Padyshim që Prishtina do të jetë epiqendra e kësaj betejë politike, pasi të gjithë lakmojnë kryeqytetin, por gjithashtu gara fort pritet të bëhet edhe në disa komuna të tjera kryesore, siç është Mitrovica, Prizreni, Gjakova, padyshim Peja, ku kryetarët aktual, të cilët të gjithë kandidojnë për mandatën tjetër, synojnë mandatin e dytë apo të tretë. Megjithatë kanë përballë kandidatë të cilët mund të sfidojnë dhe mund të bëjnë ndoshta edhe befasi e të ndryshohet edhe pushteti në ndonjërin nga këto komunat. Garë interesante parashihen edhe në disa komuna më të vogla kryesisht për shkak të kandidatëve, për shembull është Drenasi, që kryetari aktual Ramiz Latrovsi, diku një nga figurat e rëndësishme të Partisë Demokratike, tashmë i shkëputur nga kjo parti për shkak të mospajtimeve që patën pasi PDK nuk dëshiroi të rikandidonte, ai vendosi të rikandidojë përmes iniciativeve të tij personale, ndërsa ka përballë kandidatin e PDK-s, ndërkohë që Drenasi është një bastion i Partisë Demokratike, pra është një komunë që do të shihet me interes, por në përgjithësi mund të themi se ka le të themi garë të fort kryesisht në këto 7 qytetet kryesore të vendit, ku kryetarët aktual po synojnë të mbajnë postet e tyre, ndërsa sfidohen nga kandidatë të ri, figura të rëndësishme të partive respektive. Natyrisht, siç e theksove edhe ti, ideal Prishtina, kryeqyteti, pra do të marrë një vëmendje të veçantë, pasi aty gjendet edhe pjesa e konsiderueshme e votuesve dhe shikohet si një matës apo referendum për zgjedhje të mundshme parlamentare. Si paraqitet situata dhe a do të ketë balotazh apo fituesi pritet që zgjidhet që të dielën? Është vështirë të thuhet që në Prishtinë nuk do të ketë një raund të dytë apo balotazh, pasi përgjithsisht përvoja tregon se gjithmonë Prishtina ka pasur nevojë për një raund të dytë, por mund të themi që një raund të dytë mund të ketë edhe në të paktën 20 komunat e tjera. Kjo kryesisht bëhet për shkak të numrit të madh të kandidatëve dhe shpërndarjes së votave. Në Prishtinë sigurisht gara është interesante, është kryetari aktual për Parim Rama i Lidhjes Demokratike, që përballë ka Hajrullah Çekun e Lëvizjes Vetëvendosje, ministër aktual në detyrë i kulturës, rinisë dhe sportit, po ashtu Partia Demokratike ka hedhur në garë sërish Urani Ismailin, një tjetër figurë e rëndësishme e kësaj partie, ish ministër i shëndetësisë dikur. Këta të tre shihen si favorit ndoshta për një garë të ngushtë dhe për të kapë 2 vendet e para, pasi në raundin e dytë shkojnë vetëm 2 kandidatët me nisë shumti vota. Sigurisht ka pasur edhe kandidatë të tjerë të partive më të vogla në Prishtinë, siç është Partia Socialdemokrate me Besa Shahinin, ish ministër e arsimit në Shqipëri, apo Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me deputetin Beki Berisha, por vështirë të thuhet se ata mund të bëjnë ndonjë befasi, pasi LDK, Lëvizje Vetëvendosje dhe PDK janë vërtet në garë për të kapur balotazhin. Por se si do të shkoj, do të mbetet të shohim të dielën pas orës 19, ku do të mbyllen kutitë e votimit, por me shumë gjasa ndoshta do të ketë një raund të dytë, do të ketë nevojë që me 9 nëntor të vendoset për kryetarin e ri të Prishtinës. Ndërko, veriu dhe sërish veriu, ky është refreni në fakt që përsëritet në çdo zgjedhje, ndërsa edhe këtë herë situata është pak më ndryshe, pasi komunat janë drejtuar për herë të parë nga shqiptar apo eksponent të partive shqiptare. Veriu do të qëndrojë tillë apo do t'i kthehet listës serbe mes ndikimit të Beogradit? Është vështirë të thuhet që mund të mbetet kështu. Pritjet janë që kandidatët e listës serbe të marrin votat e mjaftueshme për të udhëhequr me 4 komunat veriore, prej të cilave 3 vite më parë ata hoqën dorë për shkak të një bojkoti të tyre të institucioneve, që më pas erdhen në pushtet këta kryetar aktual. Mirë, po duke njohur edhe komunitetin, janë në fund të fundit komunat e banuara me shumicë serbe dhe u takon atyre të vendosin, dhe nuk është habi që të ketë edhe kryetar
serb. Problemi dhe shqetësimet që kanë qenë më shumë në Prishtinë kanë të bëjnë direkt me listën serbe, e cila ka prapa vetes një le të themi shtet të tërë i cili e mbështet, pra është Serbia, që publikisht zyrtarët e lartë nga presidenti Aleksandar Vučić kanë investuar dhe kanë bërë thirrje që të votohet për postirje publike, ka pasur le të themi edhe ljoshje financiare, benefite sociale, premtime për vende pune, gjë që bën pak të vështirë konkurrencën ose pluralizmin politik brenda vetë komunitetit serb. Ky ndoshta ka qenë shqetësimi më i madh, jo se në këto komuna do të vinë kryetar serb, sepse siç e thash, u takon atyre, janë komunitet më i madh në ato komuna, por bën të vështirë kur ke një mbështetje kaq të madhe, një investim kaq të madh për kundër kandidatët e listës serbe që të bëjnë diçka më shumë. Prandaj përshmëritë e mia janë që në këto 4 komuna veriore madje të ketë përfundim që në raundin e parë, pra që të dielën, që të sigurojnë ata mbi 50% të votave dhe të shpallën fitues në këto 4 komuna. Në fund, shkurtimisht do të pyes edhe për akuzat për ndërhyrje nga Serbia në këto zgjedhje lokale, madje për ty ka folur ekskluzivisht dhe presidenti Vjosa Osmani. Cilat janë informacionet më të fundit në këtë drejtim dhe çfarë po bën shteti për të mbrojtur lirinë e votës? Është e vërtet, siç e vetëm e përmenda, për shkak të thirrjes për të mbështetur listën serbe, duke etiketuar listën serbe si vetmi subjekt që mbron Serbinë në Kosovë, duke ofruar vende të reja punës, duke pra tentuar të blerë vota, duke bërë edhe kërcënime e shantazhe kryesisht tek familjarët e cilët janë të punësuar në strukturat paralele të Serbisë që operojnë në Kosovë, që kanë të bëjnë me arsimin e shëndetësinë, e që janë një numër i konsiderueshëm. Kujtojmë që edhe në zgjedhjet e shkurtit policia pati arrestuar disa persona pasi kishte kapur në flagrancë, duke telefonuar dhe duke orientuar se si duhet të votohet dhe për këtë duhet të votohet. Pra besohet të jetë situatë e njëjtë, pavarësisht se institucionet e sigurisë kanë garantuar që po bëjnë çmos që të ruhet integriteti i procesit. Gjithashtu nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë garantuar që kanë vendosur kamera në vendvotime për të bërë regjistrime pasive të momenteve gjatë votimit në mënyrë që të ketë qartësi nëse mund të ketë ndonjë kërcënim apo ndonjë shantazh. Ndërkohë gjithashtu kanë marrë masa edhe për siguri kibernetike, pasi ka qenë një tjetër element i cili është vënë theksi pasi mund të ketë ndonjë sulm të mundshëm, pra që nuk lidhet domosdoshmërisht vetëm me ditën e zgjedhjeve, por edhe me proceset që vijojnë më pas nga numërimi e deri te certifikimi. Institucionet tonë se janë në krye të detyrës, do të dëshmoj koha nëse vërtet ky proces i zgjedhjeve lokale do të ketë integritet të plot dhe nuk do të cënohet, madje as siguria dhe qytetarët urojmë që të jenë të lirë dhe të votojnë me vullnetin e tyre për ata kandidatë të cilët mendojnë se do t'i përfaqësojnë më së miri. E qartë, ideal të falenderoj për të gjitha informacionet e fundit që na përcolle. Tani do të kalojmë në një flash rreth e qark botës dhe për këtë na ndihmon kolegja Rosalba Bejdo. Aktivistja dhe liderja opozitës në Venezuel, Maria Corina Machado, është fituese e çmimit Nobel për paqen 2025, i shpallur nga Instituti Norvegjez i Nobelit në Oslo, e njohur ndërkombëtarisht për kundërshtinë e fortë ndaj regjimit autoritar të Nicolas Maduro. Machado e mori çmimin me motivacionin se kishte mbrojtur me kurajo dhe vendosmëri parimet demokratike dhe të drejtat e njerëzit në një kontekst represioni dhe censure sistematike. Në arati që prej 2024-s Machado ka spikatur për disidencën e hapur ndaj qeverisë së Hugo Chavez dhe më pas të Nicolas Maduro. Presidenti amerikan kishte pretenduar vazhdimisht të fitonte Nobelin për ndalimin e luftrave rreth botës, por kandidaturat ishin mbyllur që në janar.
Presidenti Amerikan Donald Trump sugjeroi se Aleanca e NATO-s duhet të vlerësojë mundësinë e përjashtimit të Spanjës nga radhët e veta pas një përplasje mbi shpenzimet ushtarake me vendin e Europës Perëndimore. Antarët e Aleancës së Atlantikut të Veriut u dakordsuan në qershor të rrisin shpenzimet në 5% të prodhimit të brendshëm bruto, me strysnisë së Trump për të shpenzuar më shumë për mbrojtjen, por kryeministri spanjoll Pedro Sánchez tha në atë kohë se nuk do të përkushtohej ndaj një objektivi të tillë, duke cilësuar të papërshtatshëm për gjendjen dhe vizionin e shtetit. Në një takim me presidentin finlandez, Trump tha se europianët duhet i kërkojnë Spanjës të përmbush kushtin ose në të kundërtën ta dëbojnë nga NATO. Kryeqyteti i Ukrainas Kiev u zhyt në errësirë pasi një valë sulmesh me dron dhe raketa ruse gjatë natës shkaktoi ndërprerje të energjisë. 9 persona u plagosën pas shënjestrimit të godinave të banimit në Kiev, ndërsa banorët në zonat lindore të qytetit mbetën në terrë dhe u përballën me ndërprerje të furnizimeve me ujë. Ndërkohë, një fëmijë 7 vjeçar u vra në një tjetër sulm me dron në Zaporizhia, në juglindje të vendit. Moska ka përshkallëzuar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike gjatë javëve të fundit, ndërsa presidenti Zelenski bën thirrje për hapa real nga aleatët për të ushtruar presion ndaj Rusisë. Nevojitet veprim vendimtar nga Shtetet e Bashkuara, Europa dhe Gështata në ofrimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe zbatimin e sanksioneve ishin fjalët e tij. Prokuroria e përgjithshme e New Yorkut, Letitia James, përballet me akuza kriminale federale. James, e cila drejtoi një hetim për manipulime të dhënat financiare nga ana e Trumpit në 2023, akuzohet për mashtrim bankar në distriktin lindor të Virginias. Prokurorët pretendojnë se ajo ka bërë deklarata të rreme për një institucion financiar lidhur me një kredi për shtëpi në Norfolk të Virginias. Në një deklaratë, James akuzon presidentin për përdorimin e sistemit të drejtësisë si armë kundër atyre që i konsideron si kundërshtar. Ajo i cilësoi akuzat si të pabaza dhe tha se qëllimi i Trumpit është të hakmerret me çdo kusht. Kemi mbërritur në fund të programit dhe për sonte, ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë.